Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudosh të ndihni të nderuar shikues. Një zhvillim i 24 orëve të fundit ka ngritur në nivel të lartë shqetësimit sigurinë në rajon. Kongresmen dhe senator amerikan i shkruan sekretarit shtetit Marco Rubio, duke i thënë që të mos e reduktoj praninë e trupave amerikanë në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Një grup i senatorësh, siç shkruajnë mediat, amerikani kanë dërguar letër, siç thash sekretarit amerikan Marco Rubio, duke shprehur shqetësimin për raportime se administrata Donald Trump mund ta reduktoj praninë e trupave amerikane në misionin paçruajtës të NATO-s KFOR në Kosovë. Analizë me njohësin e mirë të fushës së sigurisë Dardan Krasniqi. Krasniqi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Nuk është gjata me tutje për ta zbërthyer letrën, do të vijojmë gjatë emisionit, por çka parasit ky lajm për ju? Fakti që diskutojnë kongresmenë, senatorët amerikanë. Deri tani mund të jetë para edhe si betejë e luftës hibride që bën Serbia e kështu me radhë. Pa para për vetë faktin që kjo letër më tash është publike dhe adresën e ka për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për 7 senatorëve dhe për 5 përfaqësuesve Kongresit, dhomës e Kongresit. Në fakt jo për mu, kjo letër përbën shqetësim shumë të madh, jo vetëm për neve si individ, duhet të ishte shumë shqetësim i madh, duhet të ishte top tema këto ditë e institucioneve tona, për arsye se ne në këtë situatën e pas luftës Kosovë kemi pas vendime e tema që forcat e NATO-s me reduktu prezencën e trupave të tyre në Kosovë, po kjo bën një shqetësim të madh për arsye të shumë fesht. Pra para se ne nuk kemi, dhe më thonë, kur senatorët japin këtë cilësim. Si që kanë thënë Dardan me lija të ndërhyjë, sepse gradualisht gjatë do ta citojmë për përmbajtjen e saj. Si që kanë thënë ligjvënësit amerikan në letrën e tyre, duke paralajmëruar se një reduktimi parakoshëm i forcave amerikane mund të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë veçanërisht Bosnjë e Hercegovinë. Sipas tyre, një kohë kur rajoni përballet me tensione politike dhe ndikime të jashtme, ruajtja niveleve aktuale të trupave amerikane është thelbësore për mbrojtjen e interesave të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikërisht është shqetësimi, pra se senati dhe kongresmen kanë informata më të shpejta se sa ato janë publike për opinionin. Edhe normalisht në këtë ballafaqimin e tensioneve politike që sot po përballet bota, llogarit situatën e brendshme në Kosovë, që ne çdo herë i paraprim me konfliktet e brendshme për cilat gjendja e sigurisë nuk është vetëm gjendje lufte. Gjendja e sigurisë është përtej gjendjes luftës, është një situatë ku ekzistenca e shtetit dhe qytetarëve duhet me ndjej një farë stabiliteti, një farë zhvillimi në këtë vend. Të paqëndrueshme situatën e sigurisë e bën tensionet politike të brendshme tash që kanë kaplu Kosovën për rregull prej note politike, të cilat do të qofshin ato të cilat nuk janë të mira për aktualitetin politik e që po përballet sot gjithë bota me këtë situatën e luftës. Pra, ne kemi edhe luftën, në fakt kemi atje konfliktin mes Amerikës dhe Iranit edhe Izraelit. Rusisë përkatësisht, po. Absolutisht. Kinës, po. Do të ndërtojmë këtë mozaik. Po ju e shihni se sa me lehtësi këtë gjendje lufte gjithandej e marrin institucionet e na. Pra, te ne nuk e nevojë hiç me bon luftë me këto institucione që kanë bërësi të madhe. Unë do të isha njëri i fundit që do të flesja për bërësinë e institucioneve të sigurisë që kemi në Kosovë, se një farmirë nuk do ta bëjmë me çeft këtë, po. Absolutisht, është edhe çështje e konfidencës, edhe çështje që si ne rezultojmë në raportet me Serbinë këtë rast. Po vetëm një rritje çmimit të naftës Kosovën e destabilizon. Që ne çfarë jemi të pa tash, jemi të pa pikërisht një farë amnisti dhe një farë paaftësi e institucioneve tona. Që sinqerisht kjo që rezulton me reduktimin e trupave amerikane, edhe këto lejem ta them, ne jemi mësuar po reduktim të trupave të NATO-s, normalisht janë kontingjenti gjerman, suedez, veç kur flitet për reduktimin e trupave amerikane.
besoj nuk është situatë e mirë. Është situatë shumë shqetësuese vetëm kur e thu si fjalë. Pra se Duhet i bajnë në ankth. absolutisht se në një anë e inkurajon nacionalizmin serb. E sidomos në këtë brishësie që ka Bosnja në situatën politike. Normalisht edhe ne që kemi në raport me Serbinë në këtë Ballkanin që historikisht ka pas lufta dhe ka pas konflikte. Në letër Dardan thuhet gjithashtu të ligjvënësve amerikan, pikërisht në këtë frym siç viju ata zbërthani se një reduktim i pranisë amerikane mund ta dobësoj rolin politik dhe ushtarak të forit dhe të inkurajoj aktorë që e shohin të rreqin e perëndimit si mundësi për të nxitur destabilizim. Po veç ky lajm e krijon një farë mobilizimi të forcave armiqësore edhe anti-perëndim edhe anti-Kosovë. Pra kur Rusia nënën në një anë përmes Serbisë, se Serbia dihet prej planeve strategjike edhe se dhe ka në aktin më të lartë juridik kushtetutën e saj Kosovën, edhe kjo është një luftë që përderisa ne vazhdojmë kështu të jemi të pafuqishëm edhe politikisht, edhe ekonomikisht, e këto dyja të përcaktojnë me kanë edhe ushtarakisht të fortë, dhe ne gjithar kemi pas konflikt me Serbia. Unë e kam thënë çdo herë, asnjë marrëveshje nuk e rregullon normalizimin e marrëdhënieve, edhe po të në një Serbia, edhe po t'ja japëm gjysën e Kosovës, Serbia ka përtesa, ka ambicie të mëdha përmes Kosovës, sa ke dalën në Adriatik. Po normalisht këto tema të sigurisë për neve janë bërë disi si luks. Për shkak se kontaminimi. Jo, nuk janë luks, janë të ndjeshme shumë. Absolutisht, për shkak se kontaminimi politik te na është shumë i madh. Edhe ne kemi bërë shumë debate. Ka goditur thelbësisht problemin e madh që ka Kosova. Absolutisht, po. Ose orientimin që duhet ta ketë. Tash në raport me këtë opinionin e kontaminuar politik të qytetarëve të cilët nuk shohin për të hunës. Jo për fojnë vetë për fojnë e politikës, unë kam qenë një zëshëm që në këtë momentum, pra tjetë një ndër figurat emblematike të sakrificës luftës, po edhe të krijimit të institucioneve, president Ramush Haradinaj. Pra, kanë qenë një mori faktorësh, që sot në krye të shtetit kemi njerëz që të njohin rrethonat dhe kanë kaluar. Nuk e bërë nga lojaliteti për zotin Haradinaj. Nuk e bërë nga dëshira për lojalitet. Absolutisht, unë dëshiroja që asni në këtë Kosovën e pas luftës të kursejnë pak njerëz që kanë dhënë sakrificë madhe, kanë vujtje, plak të mëdha në trupin e vet, i kthehen jetës në vet, i kthehen aktiviteteve vetë familjare, për kujtimeve, po sot në krye të shtetit duhet të jenë njerëz që për një më e ndjejnë këtë. Unë ajo çka po shoh, e sidomos dje kemi pas deklaratat e eksponentëve të partisë për shtet, jo për të hellë baltë. Se sot çdo herë zhvillohemi vetëm ose piknisja, a priori është që për me kriju shtet me zhvillim me siguri është që këto tensionet e mëshme politike të marrin fond. Dje ne kemi pas deklarimet të eksponentëve politik të lëvizjes vetëvendosit të partisë për shtet që haptas thirrën edhe lëshojnë asi deklaratat jo të pamatëra. Po armiqësore ndaj vetë institucioneve tona, se ne edhe po të jemi të fortë ushtarakisht, edhe po që nuk jemi. Goditet apo deklarata të cilat? Absolutisht jo goditen këtë ambasadorët në një farë mënyrë. Kur thotë vazhduan me këmbgullit ta thonë përsëri, mos shkoni në gjykatë kushtetuese, mos ndikoni. Edhe kjo nuk është më një gabim, kjo është një faj qëllimshëm që ti e krijon. Edhe po të ishte ashtu situata, edhe po të është krejtësisht ashtu si thojnë. Gjuma diplomatike duhet të jetë të kujdesshme, nuk. Çfarë përshtypje, çfarë disponimi krijon kjo gjuhë të mos? Kjo gjuhë krijon armiqësi. Që perëndimi? Armiqësi perëndimi. Nuk është në krahët e Kosovës. Perëndimi është lodh të dëshirës për ta mbështetur Kosovën. Perëndimi është lodh duke na ndihmuar. Pa llogarit edhe sot policinë e Kosovës, edhe secilin institucion, edhe forcën e sigurisë të Kosovës. Ne kemi fal ne institucionet kemi ju fal gjaku derdhën tonë sakrificës popullit tonë, pa to nuk e ndërtuar dhe nuk po ndërtohen pa miq. Që na ditët e para keni përjetuar dhe vetë të ndihmë. Absolutisht. Unë vetëm dje posh për shembull në komunikat të policisë së Kosovës ku falenderonte Britaninë e Madhe për ndihmën që ka dhënë policisë së Kosovës në dron e në disa mjete e pajisje për cilat janë esenciale sa të mirë kry detyrat. Edhe kur kemi parasysh se hiç mos me kon kjo siguria kombëtare në kuptimin e rrezikuar prej Serbisë.
Siguria brendshme është shumë e rëndësi. Pra, për arsye se çdo herë kur ti nuk krijon mekanizma me mbrojt kërcënimet, e që janë shumë elemente, përfshin drogën, trafikimin me qenë njerëzore, kontrabandën, sulmet kibernetike. Skaner Amerikan, u zbuloni milion ai skandali. Çështja është pse ka nevojë në 2026 të përmendet se kush janë miqtë e kush janë armiqtë e Kosovës. Jo, besoj. Duket paradoks i llojit vet? Jo, nuk është paradoks. Se të vët në pikpyetje është janë miqtë e Kosovës këta që ka lëviz Kosova duke u bërë faktori i rëndësishëm sot politik në rajon apo jo? Për te i saj armiqtë e vetën Kosovës janë politikanë tonë, që kanë rënu se cilë institucion. Pa e lëmenjon ose pa e menjanojmë këtë raportin edhe këtë konfliktin e mund shumë që çdo herë kemi me Serbia. Llogarit në këtë Kosovën tonë me ndodh një përmbytje e madhe. Ne nuk kemi plan strategjik çka me vepru. Me ndodh një tërmet. Ne nuk kemi strategji çka me bë. Tash është ministre Zonja Fitore Passolli, mase do ta bëj. Po, mase do ta bëj. Mbase çdo ta bëj. Edhe nuk do ta bën. A di pse nuk ka me bë. Jo pse po du me ulshur në gjuhën e kritikës. Po mjafton me po stafin politik të secilit ministër këtë vend. Ministri është autoritet. Mundet me ka dhe laik në fushëveprime. Si është mundur të mos e marrin seriozisht shtetin? Nuk dojnë me marrë seriozisht shtetin se nuk kanë dhënë asnjëherë prej shtetit. Pse ti apo mendon që për një më që ky brezi që ka pas baballarët e vet, ky brezi politik që i ka pas baballarët gatshëm për pushk, i ka pas baballarët e vet gatshëm edhe për rezistencë pacore, i ka pas baballarët e vet gatshëm edhe për rezistenca të vitit 1981, kur ka ndodhur demonstrata e studentëve. Ne nuk e kemi shpik as historinë, as rrugtimin histori, as lavdia. Pra unë po mendon sinqerisht pse ne kam pas mik në aktivitetet e mia, Adnan Rustemi nesër del edhe i del zot këtij vende për besja. Ai nuk e ka shqetësim Kosovën. As nuk e ka shqetësim sigurinë e saj, as mirëqenien, as standardin politik. Ai shqetësim të vetin, edhe secili eksponent në politik, edhe Agim Bahtiri, që ka qenë i gatshëm për pushkë, sot këtë gjuhën e ka anti-luft, edhe sot që njerëzit me gjuhën më të vrasht. Llogarit çfarë konflikte brendshme janë të dosh me kriju. Kur dalin njerëz në pranë shtatorës, politikanë tonë, institucion, absolutisht, kur del ti një qytetar atje, edhe del publikisht, UÇK-ja ka qenë selak, kanë pos proç, kanë bo krime. Dhe me thonë, në anën tjetër, lavdin kombëtare, ta ulat shposht. E në anën tjetër, ose në tjetër në anë, të kanë bo krime. Të shek këtu çfarë diskusi është të bo. Edhe këtu ka qenë shqetësimi jam, se prej një Adem Jasharit, që e konë gjendje me dhonë familjen e vetë për lirinë e shërimin e këtij vendi, në situata që ne jemi ballafaqur çdo 50 vjet ose 100 vjet, sot nuk e ke asnjë qytetar të këtij vendi që ja fol një thuk këtij secilë situatë në Kosovë. Edhe me këtë gjenerat shqiptarësh që hajnë serbisht, i kalojnë rrugë nëpër Serbi, e vinë e bën shqiponjen me kryeministrin, e vinë e bën shqiponjen në përkazin legjendar. Kjo tregon çfarë jemi në fakt. E gërditshme thosht. Gjithçka këto është e gërditshme. Sinqerisht po them, ne jemi në rrezikimin e qenies tonë. Pa dash me jap kontestin politik këto edhe me deviju debatin. Po politika, konfliktet politike që janë të mbrëmshme, që nuk bëhen pa qëllim, e që nuk kemi nevojë hiç të mi bë Serbia, këtë luftën hibride që bëhet mbrana që po thuhet, kjo burimin kryesor ka për institucioneve tona. Llogarit ne Serbia dhe ka gjendë ta dëpsoj rolin e perëndimit në Kosovë, rolin e Bashkimit Evropian, bashkë me Rusinë, natyrisht, siç kanë thënë Dardan dhe vet, me lejo ta zbërthej pse në frymë të kësaj. Tema është ligjvënësit amerikan paralajmërojnë se perceptimi i tërheqjes amerikane nga KFOR-i mund të inkurajojë agjenda nacionaliste në rajon dhe të nxjisë rrezikun e krizave politike dhe të sigurisë. Në letër përmendet edhe roli destabilizues i Rusisë në Ballkanin Perëndimor, për të cilin thuhet se ka tentuar vazhdimisht të shfrytëzojë përçarjet në rajon dhe të dobësojë ndikimin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Edhe njerë i kërkojnë ligjvënësit të Departamentit të Shtetit sqarime për implikimet e mundshme të sigurisë, nga një reduktim i tillë dhe bëjmë thirrje
që çdo vendim për ndryshim të pranisë ushtarake amerikane në Kosovë të koordinohet ngushtë me Kongresin Amerikan të mos marrë vendime të njëjtshme. Kemi parë që vetë Trump e ka nënshkruar aktin autorizim ligjin e mbrojtjes kombëtare amerikane ku Kosova dhe Serbia dhe gjithë rajone shit me interes vital për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ky lloj diskutimi, ky lloj reagimi duket pak i habitshëm. Po përderisa ne jemi prioritet në sigurinë edhe në agjendën amerikane, çka jemi të bënë ne për qenë partner me ta, në e përkriju alianca në të mirën tonë në zhvillimin e këtij vendi. Zë ka fisësh kush bëhet president e kush nuk bëhet. Absolutisht, e fundit kjo ka pak rëndësi. Edhe ne e kuptojmë garën politike, po kjo fisësh po them figurativisht. Kjo ka shku për te garës politike. Nuk ka në Kosovë, çka ndodh nuk ka veç garë politike, pra nuk ka veç zgjedhje. Kosovë e para politika e ka largu prej vendimarrjes edhe prej prej detyrimit vetë si qytetarin. Pra, çka ka bë politika është e ka reduktu gjithë aktivitetin e vetë të qytetarit që duhet me dhënë për vendin e vetë, vetëm me ditën e zgjedhjeve. Pse po e them këtë? Ne kemi pos familjar jashtë që kanë jetojnë. Pjesa më lavdishme që është diaspora. Kur vinin familjarët e mi thonë atje nuk sheh polic. Po nëse bëni diçka veç ku të arrestojnë policia. Pse qytetarin e ka bë polic? Qytetarin e ka bë rojtar të vendit e vet. Pra këtu ne kemi degradim se cilës situatë. Kush është problemi i madh sot i Kosovës, sepse gjithë këto tema që po i diskutojnë vendet më serioze në pikpamjet krim të alianca për shkak të kësaj po them pandemie figurativisht të re gjeopolitike ku ka vërshu gjitha vendet e botës, lufta në Iran, atje e Shqipëve dhe Izraelit, edhe gjithë komuniteti perëndimor në anën tjetër. Shohim një lëkundje interesash, Dardan, për sa kohë që kryet tema në Kosovë vjen mbetet, u zgjodh apo nuk u zgjodh presidenti. Po shkojmë në zgjedhje, si po shkojmë në zgjedhje. Po bëhet ky kryeministër, po bëhet ai ministër dhe sa lëkund, po them, themelet kryesore të shtetit dhe ato të sigurisë, gjithë kjo paqartësi politike në Kosovë. Këtë politika, se politika krijon politikat sigurisë, siguria implementon ato dhe krijon mekanizma për cilët menjanojnë ose zvoglojnë kërcënimet e sigurisë të vendit tonë. Po. Llogaritë veç një shembull kështu. Secili institucion i sigurisë Kosovë, po mendoj institucion ndërkombëtar, KFOR-i, EULEX-i, secila zyre KFOR-it, ka i quhen liaison officer, ka oficer ndërlidhës, për cilët bashkëpunojnë me këtë aktorë të sigurisë këtë vend, me politikën për të identifikuar rreziqet që i kërcënohen këtë vend dhe për të bërë politikat e cilat i parandalojnë. Kosova detyrimisht është e ndikuar për secilit zhvillim në Ballkan. Pra, rezultati më i mirë i kësaj është lufta e fundit ret. Po. A mujti me i Kosova luftës? Jo. Serbia bëri luftë me Slovenien, me Kroacien, me Bosnjën, fund përfundoi me Kosovën. Edhe llogarit, një Serbi që ka bërë luftat në këtë pjesën e Ballkanit, në këtë hartën e Jugosllavisë. Vazhdon me qenë determinuese përcaktues shumë politika, duke qenë edhe jo aleat i Bashkisë Ndërkombëtare dhe Amerikës. Po, arrin Serbia me mbjetu, arrin Serbia mu fuqizu, llogariti nëse e marrim e krahasojmë fuqinë ushtarake të Serbisë në raport edhe me Slovenien, Kroacinë dhe Shqipërinë, në secilën kalkulim Serbia del më fuqishme se gjitha ne këtu. Ne kemi kartën e Adriatikut A3, kemi një bashkëpunim tash ushtarak A3, Shqipëri, Kroaci, Kosovë. Po kjo nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme me këtë tension që po bëhet gjithanë në botës, ne me rezistu. Për arsye se normalisht ne sot jemi këtu edhe muj me diskutu tema, kemi një farë sigurie për shkak të aleancës me SBA-n rreth parë. Kush mbron sot Kosovën nga çdo ndërhyrje? Po vetëm një fakt për me dalë këtu. Territori i shtetit është tridimensional. Është tokë, deti, ajër.
ne kemi territor dydimensional, kemi tokë dhe ajër. Shtrohet pyetja për qytetarët e Kosovës. Kush e mbron hapësirën territoriale të Kosovës? E mbron NATO-ja, e mbron Amerika. Jo e pa në çfarë deregje e kanë sill kampin Njësi speciale në herojit në Zëmberi. Po. Pra di çan është kjo? Sikur që ne kemi ndërtu lapidare, ne kjo me kanë. Raportoi Vox Kosova. Po edhe del policia që është institucion që me i besu argumente. Po me shëmtuar ato. Po këto ju gjendje shëmtuar. Dëgjoj, nuk po duam për më nëse jemi qytetar këtij vendi. Çdo ditë frekuentojmë institucionet tona. Çdo ditë shohim policinë në rrugë. Sot ke polic pa kapela, sot ke institucione të cilat objektet e institucioneve policisë, por më larg që ka stacioni 92, kur unë kam bërë para disa javëve në ankesë. Është e gërdishme me po gjendjen e mbrëmshme aty. Është shqetësuese, nuk po duhet kur nuk rregullojnë këto gjëra ta nuk mendojnë për gjëra tjera të mëdha. Dëgjoj. A di çfarë është të bëni përpjekje e madhe në Kosovë? Që ka kriju politika, që qytetari racional këtë vend, që dënë me pa vendin e vetë më mirë. Dënë me dënë me folë që vendi vetë ka mundësi më bo më mirë. I merret kjo drejt. Do me thonë, ti nuk i të drejt me thonë. Nuk i merret, por mbase mund të penalizohet. Jo, po i merret, a di pse kemi heshtje? Pse njerëzit nuk e kanë, nuk i ka kriju zote natyra ton jetën me marrë me përplasje politike. Është normale ti me udhërzu një ditë për arsye se dinamika jetës ta përcakton. Po. Shto kësajna që politika me rrërish. Ta zëm, në Kosovë, zoti mos ndodh, po në këtë luftën edhe hibride që e quajmë. Nesër, për këto institucionet tona, vjet dikush me dur në gjepa hyn në QKUK, edhe shkon në aeroport, edhe del me një urë që është strategjike për Kosovën, edhe shkon në KEK me 3-4 aktivitete të cilat e ka këtë lirin me i bo, me të shkatru qëto infrastruktura Kosovë falimentar. Pra na nuk kemi, ti sot si qytetar, Serbia provoj me radoj qiqin. Po e vu në provë, nuk ka qena sinqerisht, edhe kjo e bonses, kjo erdo kurdo ka me dollë për te kësaj historikut. Unë kam thënë, edhe kam thënë këtë, edhe kam thënë studio, qeveria jone ka ditë 4 ditë më herë që ka me ndonë banë, s'ka. Dhe me thonë, këtu kalkulimet politike të na, në kujtohet e ka pos New York Times në vitet 94 ose 5, në shkrim, e vetë mja gjë që është organizuar në mirë në Balkan, dhe të shkrimi organizuar, që e bën politika. Për këtë arsye nuk kemi tension. Që Serbia ka plan të jamësy Kosovës, kjo nuk është lajm. Jo, absolutisht. Sepse ka këtë qëllim. Po ai njeri që si që ka këtë qëllim ta zëm duke promovu blerjen në një armatimi siç ata pretendojnë të sofistikuar raketor kinez, ta justifikoj edhe në ndikimin në mbështetjen ruse çdo ndërhyrje në rajon në platformën politike të vetë viktimizimit, duke thënë se Kosova, Shqipëria, siç po thot Vučić, po armatosen, po përgatiten dhe Serbia është në kërcënim. Sa ndikojnë këto lajme që vijnë edhe nga Amerika, Dardan, që kjo Serbi të inkurajohet që t'ja mësy Kosovës, çdo lajm që vjen nga SBA për një dobësim të prezencës ushtarake amerikane në rajon. Fërkënduar Serbia dhe Rusia që të inkurajon të nxitën të marrin veprime destabilizuese për ta dobësuar rolin e NATO-s dhe të BE-s në Ballkan. Po ne çfarë dim historikisht për Serbinë edhe për Rusinë si aleate të njëra tjetrës është që ato vetëm në soje të planeve që bojnë për konflikte për luftë mbijetojnë. Edhe do të ishte ai njeri i cili do të mendonte që me Serbinë do të kemi ndonjëherë normalizim edhe marrëdhënie të mira, është i krisur. Këto janë thujase të përjeshme, pa dosh me kriju frikë. Po kjo nuk është një lajm i ri. Lajmi do të ishte se si ne me u bë shtet i fortë në mbrojtje dhe siguri,
në zhvillim e stabilitet politik, në arsim shëndetësi e siguri, edhe ky vend të jetë i gatshëm çdo herë ta kryejë detyrën e tij në raport me secilin kërcënim të sigurisë që i bëhet. A ka disponim të vërtet heroik sot në Kosovë? Ka disponim të vërtet. Për ta mbrojtur vendin. Absolutisht. Ju keni qenë pjesëtari 3 luftrave dhe shënim me shpërfillje, siç e përmendëm me sa këtë Rustemin, po, e tjerë. Kurti në vështrimi publik shihet që ka kriju përshtypje disponim heroik, siç ka thënë duke dhënë kuptim sovranitetit pavarësisht me veriun, me zhvillim, me ndërmarrjen e masave atje. Për ju, ka disponim heroik në Kosovë apo nuk ka? Po disponimi në një situatë të çfarëdllojshme që të mbrohet vendi. Disponimi heroik nuk mjafton. Ka, po them, e ka një këtu. Po, nuk është kënë raport është e vërteta kjo. Këtë tërgimi vërtet kjo. Kjo është e vërteta, po dëgjoj, unë të tash me përgënjeshtru këto, më duhet me marrë shembuj të ndryshëm me pa për hir se edhe ata që na shiqojnë me pa një farë analogjie të rastit. Po. Këto ditë konflikti politik me zonjës Osmani Zoti Kurti më ra me pa shumë propagandë dhe shpifje. Jo që vjen prej Serbisë, që vjen prej paleve këto. Edhe llogarit 100.000 shpërndarje, jo 100.000 shpërndarje kish bë të shqiptarët, cilët jetojnë jashtë. Po. Kish bë 100.000 shpërndarje një status që e citonte me 9 mars në RTK dhe në gazetën Zëri, Enver Maloku ka thënë kështu për situatën politike në Kosovë. Edhe ata 100.000 njerëz që e kanë shpërnda, besojnë që Enver Maloku është gjallë në vitin 2026 dhe me të vërtet ka thonë kështu. Është falc, edhe ky heroizmi është falc, nuk ka përbëmje. Unë nuk do të qenë 3 luftra. Unë nuk do të Sot nuk keni uniformë. Ne s'kemi ful A asnjëherë. do ta vishi uniformën për Kosovën sot? Unë uniformën. Ole kundën temelet. Unë Mendoni që dilni ju përpara në vit fronti apo atë në Rustemi? Jo, unë po të them në vit fronti, unë edhe në raport me vëllezërit e mi që jam kanë luftë flas. Do me thonë, ata kanë përfunduar në 99, unë nuk kam vazhduar në 2001. Hiç për atë në Rustemi. Me vëllezërit e mi flas. Ka asimin për bëjmë me, siç po thu këta. Absolutisht. Nuk i vrason vetën fare me ta? Po, jo. Me këta? Po. Me këta. Për heroizëm. Sinqerisht, pa modesti e tham tash se pak më kanë nxjerrë edhe këtë frustrimin pak shumë më jashtë se këtë qenit shumë racional me njerëzit shumë mitësor, po jo për këta, sinqerisht këta, Zoti Kurti nuk e bëj hesab për këtë punë. Ai të më kuptu, as për politik. Sinqerisht po tham, jam gjendje mu sfidu me çka dal. Nuk peshojnë me patriotizëm praktik thu. Absolutisht, përveç që nuk sfidona me Zotin Kurti, nuk mu sfidu me krijuar miqësi mes shqiptarëve. Llogaritin e një anë, ku Kosovë, ku këtë bota përvallet me tensionet e luftës. Ne kemi tensionet mëshme të krijuar nga Zoti Kurti. Këtë çka kemi këtu kemi polarizim dhe armiqësi. Përtej saj, asnjëherë më shumë se politika në Kosovë nuk i ka prish marrëdhëniet mes shqiptarëve. Shish si ka marrëdhëniet Brendanesh, po. Jo vetëm brendanesh, edhe në raport me Shqipërinë, po. Me Shqipërinë. Me Maqedoninë e Edhe Veriut. kam thënë, me Luginë e e kam Preshevës. thënë ju, ne nuk e kemi zbërthy, po kam thënë në një moment historik, kur Zoti Kurti vjen me 51% në pushtet. E në Maltezi e ka një kryeministër shqiptar. Në Maqedoni për herë të parë, qoftë protokollar, ka pas një kryeministër shqiptar, për herë të parë në historinë e Maqedonisë, ka pas një kryeministër shqiptar Talat Xhaferi. E Zoti Kurti as nuk e ka prit, as nuk e ka uru. Marrëdhëniet konfliktuoze përderisa këtë e konfirmoj në faktin jam i prirë mi besu një protokolli, se zonja Osmani tha, aty janë ambasadorët edhe moj një protokoll, tha, problemin më të madhe kom pas mirë me Serbian, po çka keni me Shqipërinë? E një luftë këto e mundshme, ky populli jo ndaljen e ka vetëm te Shqipëria, jo vetëm për shkak tash të një që jemi. Braktis vendin thu. Absolutisht më për braktis vendin, po si nuk e braktis vendin. Po unë kam braktis këtë vend kur s'kam pas buk me hamër, kam dalë turp shumë Finland kam ik. Unë, po tham para kamera. Nga lufta, po. Po i lën nga kur kam dezertuar në paqe. Kam ik, kam jetu 3 vite gjysmë Finland. Çon po tham për vete. Është në pjarin tem kam e kon turp, edhe pranoj.
Pa ne këtu për shkak që se në ndërtojmë këtë vend po ikemi. E vërtet është në luftë, nuk luftuan një pjesëmarrje. Luftuan se si kanë. Sot nuk ka heroizëm, mendoni që kjo çfarë po ndodh në rajon me këtë Serbi agresive, me ambicie sistematike territoriale ndaj Republikës Kosovë për ta minuar jo vetëm shtetin e Kosovës, demokracinë, po edhe vendeve të Ballkanit me mendimin e Rusisë. Mendon që ne duhet bëjmë jemi të kujdesshëm, sy të çelshëm ndaj po kësaj Serbie që ka këtë platformë ende të pa denacifikuar? Populli jon ka luftu. Edhe kanë me dalë edhe djem edhe këtë gjenerat me luftu. Po unë jam ushtar bindës i thënjes një heroj të madh këtij vendi, që në historinë e popujve nuk ka. Por në kam thonë, kur e mendon luftën, u që kënë mendoj Ademin, Hamzën, edhe Basin Shaban, edhe dojnë e tyne. Kur e mendon, u që kënë mendoj Fehmin edhe Gjeven, Lanin edhe Shkelzenin. Pra nuk ka kësi breza në historinë e popujve. E për këtë po e përdori atë që ka thonë Fehmi Ladrovci. Po, sot, sfidona me se cilën që për këtë vend ka me luftu, edhe luftoj, po jo për këtë popull. Kur edhe asnjëherë. Kur edhe asnjëherë. Edhe për këtë popull që del njeri në televizion, e shanu që kë, e shan gjakun e derdhën, e merr 100.000 shikime, 1 milion pëlqime, për cilin popull? Jo, kur s'kam dash me thonë. Po e thu nga zemrimi legjitim. Jo për argumente e thënë. Po, qartë. Për argumente e thënë. Po plasi lufta nuk rre rehat. Absolutisht. Po jo, po ne jemi të përgatitur. Ne kemi qenë arrogant, pe themi kështu për herë të parë. Pe përdori, si me thonë, ekskluzivitet. Ne kemi qenë rebela, ne që kemi brinjt as politikës, as shtabit përgjithshëm me i dorëzu armët. Ne, disa njerëz, Kamalisheva, Drenica, e Kumanova, e Tetova, e Dugagjini, që muj me i bonja 5.000 ushtarë sot, nuk i kemi dorëzu armët. Kemi armë. Edhe ato armë i dorëzojmë vetëm kur Kosova, ose muj me mendu me i dorëzu vetëm kur Kosova futet në NATO. Jo, nuk i dorëzojmë. Se kemi mendu, absolutisht. Pe them me pa patriotizëm, pe them një të vërtet madhe, që 2 brigada jemi në gjendje me i ban, njerëz të luftës, për cilë shumica për neve s'kemi mirëqenie hiç, jetojnë me sakrifice, me përballje, me përlasje me jetën, po jemi në gjendje 2 brigada me i ban, gjithandej ka shqiptar, edhe me qenë këgjat mirë të armatosen, madje ma mirë nështë edhe se sët që kanë shumë institucionet sigurisë Kosovës, edhe me i dolë zëtë këti veni, jo këti kësoj gjeneratës shqiptaresh, jo gjeneratës shqiptarëve sot që lejon mu përballë lufta UÇK-s, edhe nuk është e pakt, jo të atyre që lavdrojnë titën, jo të atyre që janë rritë me një nulla titës, e që sot prej kabinetit të kësoj qeverie, jo për t'jam njësu dhe qeverit e kalune, po sot po jetojmë sot, janë kryq të ullur edhe të Albin Kurti, edhe të secilin institucion. Veç merë shikohet deklarimin e pasurive të njerëzve aty ku janë të vërtetat, e shes sot i tisi sot dështë i përfshin, e sa njeri që s'ka mendu kur që duhet mështiru kjo vend rit, jetën dinitetshëm, e merr paga dinitetshëm në për ambasada, në për institucione kredibile. Kjo është citata. Vizionari madh i historisë dhe ushtaraku i njohur i shumë betejave, fituesi tyre, Napoleon Bonaparte, që mësohet në histori, ligjerohet për të, tregohet për të, ka thënë, ka shumë fjali monumentale. Një prej tyre është, po deshte paqen, përgatitur për luftë. Nëse do paqen, përgatitur për luftë. Lufta nuk është e mirë natyrisht, por që shihet se gjitha shtetet duhet të kenë kujdes të shtuar, pikpamje të sigurisë, kjo nuk do mend fare. Absolutisht, po kjo, unë kam thënë veç në një formë tjetër, për të parafort me këtë që ka thonë Bonaparte se asgjë nuk është lufta kur lufton për paqe. E ki që më madh është kur çdo ditë ki luftë për me bë paqen. E në këtë në paqe sot ne nuk jemi të përgatitur. Pra thash, jo në raport me Serbinë,
Po në raport me një përmbytje me ndodhë në këtë vend. Ne për para disa muajve kemi pas përmbytje në Malishevë. Po. As një qytetarit nuk ju ka ofru dora shtetit. Jo. Krejt çka kanë ofru organizatat fetare, në orientim Solidaritet shoqëror. Madje sot jemi disa muaj me damët që i përbollen ata qytetarë, qeveria e Kosovës s'e ka kalëshu mjetet. Sot njerëzit ballafaqohen atje ende me shtëpitë shkatërrune, me kushtet vështira që jeton se nuk ka ku me marr 15.000-20.000 euro me renovu shtëpinë. Po llogarit çfarë institucione kemi, edhe besoj për këto që tham këtu. Ky kontingjenti i këtyne titistave veç ka me na shoh. Jem në demokraci. Po jo, më kjo nuk është demokraci, se në asnjë demokraci të botës. Po tham sharja që është vlerë. Nuk shohet dhe nuk ofendohet vlera, nuk shohet dhe nuk ofendohet e vërteta, punohet edhe ndërtohet për të vërtetën. Investohet për të shoqënia jo çdo herë, ose shoqënia çdo herë në botë kontribuojnë shumë me prodhu njerëz që dojnë të vërtetën, që kontribuojnë për të vërtetën. Veç e vërteta jeton për herë. Pra, edhe në këtë përmbyllje, pra Kosova është në moment kritik me konfliktit që edhe tensionet që janë në rajon, e me tensionin e përhershëm që ka me Serbian, edhe jo vetëm, edhe në konfliktin politik që po duket të jetë shumë i ketë armiku i jashtëm. Se këtë që ka ndodhur këtu, në Kosovë, është kjo. Sa herë shqiptarët i kanë pas armiqtë të identifikuar që ka qenë Serbia, kanë fitu luftrat. Problemet më të madh shqiptarët e kanë pas kur nuk e kanë pas armikun e identifikuar. E unë po mendoj saktë që armiku i identifikuar se dësh politika në Kosovë. E sidomos pa dash me hedh gur, kryeministri Kurti me këtë keq me thonë, s'po du me thonë atë fjalën e keqe, po me këtë armatën e cila nuk menon që është zhvillu Kosova veç si mu ju rritë mirëqenia dhe metat katrore të kapitalit e tij. Falenderoj për analizën. Arsye kryesore ishte letra e ligjvëndsve amerikan drejtuar Marco Rubio, sekretari i shtetit, që mos vendos për ta reduktu kontingjentin e trupave amerikane në kodrë të KFOR-it në atë Kosovë. Unë përderisa ne po flasemi, po mendoj që qeveria jonë, ose po shpresoj që qeveria jonë do të më marrë ka gjatë seriozisht këtë farë pune, edhe me delegitimitet vetin që ka kriju, edhe me armiqësi vetën, se unë kam qenë kundër zgjedhjes një farë mënyrë të zonjës Osmani, po nuk kemi lajk edhe nuk kemi armiqtë i veni me vlerësu punët e mira që ka bërë zonja Osmani në raport me partneritetin dhe alancet me SBA-n. Po mendoj që këta janë të marrë ndaj masë lëkundën nga vendet ose të shqetësohen, po nuk e besoj këta kanë hallë edhe probleme tjera. Sikur ka ikë zogu në 39-ën edhe ikin edhe këta politikanë tonë, kanë ikë zërë liderët e tonë. Liderët nuk i kanë prej luftrave, i kanë prej luftrave njerëz që i ka lindë nënat shqiptare. Po mendoj që këta nuk e kanë atë hallë, po nëse jemi në si gjenerat, po të kallëzoj kështu pa ekuivoke heq. Nëse Kosova përballet me një luftë, edhe këta liderët politik, lider politik ikin, përbes në këtë vend do të mja bo mos i Kroacia që nuk i vend këtë dhe unë tanë, edhe me shpall armiqë venit, se armiqë duke i shpall hero, duke i amnistu, kemi orë në çmimin e lirë, lirie, se edhe të amnistia se bënd çka dur se ky popull falë. Pra uroj që, ose shpresoj që qeveria jonë është të marrë seriozisht këtë shqetësim, edhe fillon me komuniku edhe me trajtu seriozisht këtë çështje. Falenderoj edhe një herë, Dardan për kohën. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.